Autoritetet në Mbretërinë e Bashkuar kanë urdhëruar ngritjen e një hetimi pas zjarrit të madh në një nën stacion elektrik që detyroi mbylljen e aeroportit Heathrow të premten. Qeveria britanike ka urdhëruar operatorin kombëtar të sistemit të energjisë, i cili është përgjegjës për rrjetjen e energjisë elektrike dhe gazit në vend, të hetojë ngjarjen. Gjetjet fillestare të hetimit pritet të bëhen të ditura brenda 6 javësh. Ne jemi të vendosur të kuptojmë siç duhet atë që ndodhi dhe çfarë mësimesh duhen nxjerr, u shpreh sekretari i energjisë Ed Miliband në një deklaratë në rrjetet e tij sociale. Aeroporti Heathrow ka ngritur gjithashtu hetimin e tij për ngjarjen, i cili do të drejtohet nga Ruth Kelly, një ish sekretare transporti në Mbretërinë e Bashkuar dhe anëtare e bordit të aeroportit. Sipas ekspertëve të aviacionit, hera e fundit që aeroportet europiane u përballen me një incident të ngjashëm ishte në vitin 2010, kur një vulkan e Island shpërtheu duke dërguar një shtollung hiri vulkanik në qiell që detyroi rreth 100.000 fluturime të anulloheshin.